Sezonit turistik veror 2026, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Emigracionin Durrës ka marrë një sër masash konkrete për goditjen e paligjshmërisë në kufi, garantimin e lëvizjes të sigurt të shtetësve dhe mallrave dhe menaxhimin e flukseve në piket e kalimit kufitar. Qarku i Durrësit përfaqëson një nga portat kryesore hyrëse të vendit dhe njëkohësisht një nga destinacionet më të frekuentuara turistike. Për këtë arsye, strukturat tona kam planifikuar dhe po zbatojnë masa të shtuara në të gjithë drejtimet e veprimtarisë policore kufitare. Gjatë muajit maj, në pikat e kalimit kufitar të qarkut Durrës janë përpunuar mbi 46.000 shtetës dhe 20.300 automjete. Fluksi më i lartë i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur në 2.140 shtetës dhe 1.060 automjete. Për përballimin e këtij fluksi, kemi shtuar kapacitetet e shërbimit në pikat e kalimit kufitar, duke shtuar sportelat dhe personelin e angazhuar. Gjithashtu, jemi në fazën përfundimtare të instalimit të programeve dhe pajisjeve të reja teknologjike, të cilat do të rrisin ndjeshëm shpejtësinë e përpunimit të shtetësve dhe mjeteve, duke ruajtur të pandryshuara standardet e kontrollit dhe sigurisë kufitare. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar sigurisë në plazhat dhe hapësirat ujorore të qarkut. Në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, po monitorojmë respektimin e kritereve të sigurisë nga subjektet që ushtrojnë aktivitetet në stacionet e plazhit, funksionimin e perimetrit të sigurisë, praninë e vrojtuesve të plazhit dhe përdorimin e mjeteve lundruese. Për këtë qëllim janë angazhuar 275 punonjës policie, 20 drejtues shërbimi, 11 patrulla ujore me jetski, 5 me skafe dhe gomone, si dhe 8 patrulla toksore. Monitorimi nga toka dhe ajri kryhet edhe nëpërmjet dronëve. Si rezultat i intensifikimit të kontrolleve, bazuar në analizën e rrezikut dhe në inteligjencën informative, janë konstatuar 15 vepra penale, për të cilat janë referuar materialet në Prokurinë e Rrethit Gjyqësor. Konkretisht, 4 raste trafikimi i mjeteve motorike në kufi, ku janë sekustruar 4 mjete të shpallur në kërkim ndërkombëtar, një automjet i markës Mercedes-Benz McLaren dhe një Land Rover, një motocikletë dhe një furgon Mercedes. 5 raste kontrabandimi i mallrave të ndryshme pa dokumenta justifikuese, një rast mosdeklarimi në kufi të hollave, një rast falsifikimi dokumentave të udhëtimit, 3 raste kalimi paligjshëm kufirit shtetëror. Gjithashtu është bërë edhe evidentimi në kufi i sasisë prej 3.200 farash kanabisi dhe pajisje për kultivimin e tyre në shtëpi bari. Po ashtu janë marrë dhe 3 masa administrative ndaj subjekteve dhe drejtuesve të mjeteve lundruese që kanë shkelur rregullat e sigurisë në tokë. Paralelisht janë intensifikuar kontrollet në kufirin dhe hapësirën detare me qëllim parandalimin e kalimeve të paligjshme, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës, kultivimit të bimeve narkotike si dhe çdo aktiviteti tjetër kriminal ndërkufimtar. Gjithashtu janë dhënë 701 leje qëndrimi të miratuara për muajin maj, janë vendosur 26 masa administrative për 26 shtetës të huaj për aplikimin jashtë afateve për leje qëndrimi. Kjo punë mbështetet në bashkëpunim të vazhdueshëm me strukturat vendore dhe autoritetet homologe. Të nderuar gazetar, këto janë rezultatet e Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Emigracionit Durrës.